Në Islam e kemi obligim të lidhët më konë të lidhët, si kurse një trup i vetëm, një trup i përbashkët. Nëse një pjesë e trupit dham, i tërë trupi rrin pa gjumë të natën. Nuk në lejohet neve që na me fjet rahat, kur komshia jonë s'ka buk me hongër. Nuk në lejohet neve që mos mu përkujdes për komshijun, mos me arrujt moralin komshijut, du të mu interesu për komshijun, i ka met gjenazja për mi tokë komshijut. Na me thonë, s'pa më interesan, unë po mira me punë të mija. Nuk shkruan kja. Çka për qëllim, mos mu morë me punë që të përkasin, nuk janë për ty. Janë ato gjëra të cilat Allahu nuk të ka bën ty përgjegjës më marrë me to.